Nuk ka ndodhur asnjëherë që të mos votohet kandidati për kryetari i kuvendit, sepse është legjitime. Partia që fiton e kandidon atë. Por tani është ngërç për të mos shku, mos e kalu lumin e udhëheqjes së parlamentit dhe i vjen radha qeverisë. Në qoftë se si i përgatitur për të marrë më shumë se 61 vota, ose më shumë se 50 plus 1% të votave në raport me VV-n, atëherë ti metesh në opozitë. Dhe kjo e ka kriju këtë situatë më shumë, po besoj se sa emni i zonjës Haxhiu. Droja se nuk i kanë 61 vota për ta bërë qeverinë. Kush? Nga ana e opozitës drejtdjeshme. Po kjo është. Dhe nuk, për shembull, i kishin bërë 61 vota në qoftë se ndryshojnë situata, ndryshojnë disa deputet nga VV-ja, dhe pastaj është edhe një problem tjetër. A do t'ja jap presidentja të drejtën një kandidaturën nga opozita për të bërë kryeminist? Diskrecion saj është? Në praktika demokratike, kudo në botë, për shembull ke tash në Gjermani, ke pas në Austri, situata të tilla, por atje ka pas një zgjedhje dhe ka një zgjedhje. Alternativa është në Austri. Alternativa është, ti duhesh me bë 61 vota, kërkush nuk thot mos e bjerë dikën nga Bavaria, po bjerë nga Niedersaksonia atje e Gjermanisë, por i ke votat i bën. Për me evitu ekstremin e majt dhe ekstremin e djathtë në Gjermani, kanë bërë marrëveshje të dyja partitë e mëdha. Tani, po në Kosovë, opozita drejtdjeshme ka votat për ta bërë qeverinë sipas observimit tuaj, sipas nuk i ka. Aktualisht nuk i ka, por ekziston, nuk i ka të deklaruara tani. I ka apo si ka, është një term me të cilin mund të operohet pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe pas zgjedhjes së kryesisë së kuvendit dhe institucioneve që ka kuvendi.